Shqipëria është vendi mikpritës i delegacioneve nga 32 vende anëtare të aleancës së përfaqësuar nga Ministritë e Jashtme të Mbrojtjes dhe Cyber Ambassadors, ku do diskutohet për sulmet kibernetike. Shkojmë në këtë momente, është mesazhi i Mark Rutte, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Në fakt, personel civil nga e gjithë NATO-ja dhe nga qeveritë aleate, ekspertet e industrisë janë mbledhur aty. Gjithashtu aleatët e NATO-s po rrisin investimet e tyre në hapësirën kibernetike. Në fakt, në Hag, në Ver, ram dakord që do të arrijm shpenzime 5% për mbrojtjen, për aftësi thelbësore, por gjithashtu edhe për investime të tjera. Kjo do të thotë që mbrojtja jonë do të bëhet më e fortë dhe shoqëritë tona më rezistente ndaj kërcënimeve kibernetike. Po kështu, vendet janë përgjegjëse për mbrojtjen, por NATO ofron një rrjet unik përmes të cilit aleatët mund të reagojnë ndaj kërcënimeve kibernetike. Dhe ky forum në Tiranë është një forum i jashtëzakonshëm për të ndarë ekspertizën, praktikat më të mira njohurit tuaja. NATO-ja është një aleancë vlerash të përbashkëta dhe do të vazhdojmë të promovojmë një reagim të bazuar në norma e të menjëhershëm në hapësirën kibernetike. Në NATO askush nuk qëndron i vetëm, të gjithë qëndrojmë së bashku në këtë epokë digjitale kundër çdo kujt që kërkon të na dëmtojë. Të dashur miq, ju uroj një konferencë shumë të suksesshme. Dhe tani kam privilegjin që fjalën t'ja kaloj zotit Jean-Charles Ellerman-Kinkom, asistent sekretari përgjithshëm i NATO-s për transformimin kibernetik dhe digital, udhëheqja e të cilit vazhdon të formësoj qasjen e NATO-s për transformimin digital dhe kibernetik. Fjala për ju, i nderuar. Your Excellency, Prime Minister Rama, ladies and gentlemen, Rama, zonja dhe zotrinj, të dashur kolegë, të dashur miq. Është kënaqësi për mua që jam këtu sot në Tiranë me ju dhe dëshiroj të shpreh mirënjohjen palës shqiptare për bashkërendimin dhe